Një fermer 86 vjeçar nga Pensilvania ka zgjedhur të mos pranojë një ofertë mbi $15 milion për shitjen e 261 hektarëve tokë, duke vendosur të mbrojë pronën që ka kultivuar për më shumë se 6 dekada. Mervyn Raudabash, banori Cumberland County, bëri të ditur për mediat lokale se zhvillues të një qendre të dhënash i kishin propozuar rreth $60.000 për hektar, por ai nuk pranoi. Sipas tij, vendimi nuk kishte lidhje me përfitimin financiar. Ai theksoi se nuk mund të pranonte zhdukjen e fermave të tij, pasi ato përfaqësojnë jetën dhe historinë e familjes së tij. Në Silver Spring Township, ku ka punuar tokën për rreth 60 vite, ndodhen kujtime të thella personale. Në atë shtëpi humbi nënën në vitet 50, kur ishte ende në shkollë të mesme dhe mori mbi supe përgjegjësitë familjare. Po aty, më vonë, rriti fëmijët së bashku me bashkëshorten e ndjer, Anna May. Për te lidhjes emocionale, ai shpreh qetësim për fatin e bujqësisë amerikane. Sipas tij, ndërtimet industriale po zëvendësojnë tokat pjellore, duke rrezikuar fermat tradicionale familjare. Në vend që ta shiste tokën për zhvillim, ai ja shiti të drejtat e zhvillimit programit të ruajtjes së tokës në Silver Spring Township për rreth $1.9 milion. Kjo lëvizje garanton që prona të mos preket nga ndërtimet masive. Vendimi i tij është vlerësuar nga komuniteti lokal, ku shumë banor e shohin si një akt të fortë në mbrojtje të tokës, traditës dhe natyrës.